Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. E kush është në rrugë më të mirë se ai që thërret në rrugën e Allahut, që bën vepra të mira dhe të thotë, unë jam prej muslimanëve. كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه يا بارئ من يرجى ويرى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتولى أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. تداشر ليس المسلمان الله جل شانه وجل جلاله مكت آية كريم urdhënon Allahu alem bimuradi. Ne jetojmë disa minutë dhe marrëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahut Gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam, duke i lutur Allahut fuqiplot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me mëshirën e vet neve si gjunahtar për azapit të xhehenemit të na shpëton xhennetul firdausit nasib të na. Amin. Vëllezër të dashur, në hijen e ajetit që lexova para jush, inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë sa minutë nga jeta jonë mjaft e shkurtër, duke shpresuar në Allahun Xhelal që frimarjet tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me xhennetul firdaus të na kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, në ligjëratën e kaluar i përmendëm disa mucize të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të vetmin qëllim që sa më afër të njoftohemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thamë, si kusht për ta desh dikush diken, duhet ta njeh. Për ta dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për ta ndjek rrugën e tij siç na ka porosit Allahu Xhelal, është kusht që së pari ta njohim e pastaj ta duam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit dhe ka thonë: edukoni fëmijët e juaj në dashurinë e Allahut, të pejgamberit dhe në familjen e tij. Pra edukoni fëmijët. Përmendni pejgamberin në shtëpinë juaj, o vëllezër të dashur. Përmendni hadiset e pejgamberit, përmendni fjalët e bukura të tij, cilësitë e larta të tij, mrekullitë, mucizet e tij, që ta bëni sa më të njohur pejgamberin në familjen tuaj. E sidomos që edukojmë fëmijët tanë në dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ta pyesim fëmijën tonë cilin e don më shumë, ai duhet të thotë Allahun e pastaj pejgamberin. Pastaj vjen nana, baba e kështu me radhë. Pra, së pari duhet dashur Allahun, pejgamberin, familjen e tij e pastaj vjen prindërit. Pse? Pse Allahu më së tepërmi?
nga se ne në tërësin varemi nga Allahu dhul Gjelal dhe ai meriton që ta duam. E pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga sa ai është shkaktari që na ka shpëtuar nga xehli, nga ignoranca, nga kufri, ai është që na ka nxjerr, ai është i cili na ka nxjerr nga errësira e shirkut, e kufrit në dritën e imanit. Prindët janë shkaktar që kemi ardhur në këtë dunjë, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shkaktar që na shpëton në këtë dunjë dhe në ahiret, mësimet e tij, porositë e tij e kështu me radhë. Pra vëllezër të dashur, na I përmendëm disa mrekulli, disa mucjize të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të bindemi se ai është I dërguar I Allahut. Ai na do neve më tepër se ne vetvete. En-nebiju aula bil mu'minine min anfusihim. Tha Allahu Gjellar në Kur'an, e ka vërtetu Allahu në Kur'an dhe ka thonë, pejgamberi është më I kujdesshëm për musliman, për umetin e tij se sa vet ato. Ai është më I kujdesshëm për mua edhe ti se sa unë për vetveten dhe ti për veten tënde, e mos flasim dikush tjetër, post asaj që ti sa kujdesesh, më tepër kujdeset vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj meriton vëllezër të dashur që ta njohim, meriton ta respektojmë dhe udhrat e tij në vend t'i çojmë. Pra, sot do t'i përmendim disa njerëz të cilët me të vërtetë e kanë kuptuar domethënien se çka do të thotë ta dush Allahun dhe pejgamberin. Çka do të thotë ta njohësh pejgamberin dhe meritat e tij. Pra vëllezër të dashur, ata njerëz për të cilët do t'i themi disa fjalë. Ata njerëz nuk kanë qenë më të dishëm se ne. Kanë jetuar në ignorancë. Nuk kanë pas përparim tonin sot. Nuk kanë pas jetën luksuze tonin. Por vëllezër të dashur, e dini mirë se iftari tyre ka qenë një bardak ujë ose qumsht, e syfiri ka qenë sa kokra hurma të thata dhe një gotë qumsht nëse ka pas, nëse jo ca hurma e me ujë. Pra vëllezër të dashur, jeta e tyre ka qenë shumë modeste, jeta e tyre ka qenë në aspektin material, ka qenë shumë e dobët në krahasim me tonën. Pra nuk kanë qenë më të dishëm, nuk kanë qenë më të fuqishëm fizikisht, nuk kanë qenë më të pasur ekonomikisht, por ata ne kanë kaluar se kanë qenë më të fuqishëm në iman, më të pasur në din, në moral, andaj ato kanë lënë gjurma dhe përmenden si shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në histori, e sidomos përmenden edhe në Kur'an. Andaj Allahu Gjellar ka regjistruar dhe ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu, dhe ata të cilët kanë jetu me ta. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam duhet të përmendet, duhet të njihet, duhet të ndëgjohet, duhet të respektohet, jo vetëm ai, dhe ata që kanë jetu me ta, sa ai ka thonë, aleikum bi sunnati wa sunnat al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Ta ndjekni sunetin tim, pra rrugën time dhe të khulafa' ar-rashidin dhe pas meje. Pastaj, për të gjitha sahabët ka thonë, Allahu Allah, ashabi, wallahi, nëse dikush prej juve e posedon kodrën e Uhudit me ari, e shpërndan fi sabilillah, nuk mund të arrije deregjen, gradën, meritën e njonit prej atyre. S'mund të arrihet merita e tyre, nga sa ata prej ignorancës kanë kalu në islam dhe kanë fliju çdo gjë për dashurinë e Allahut dhe pejgamberit. Pra vëllezër të dashur, ne nuk mund ta kemi një pasuri sa kodra e Uhudit me ari, por edhe sikur ta kemi dhe ta harxojmë në rrugt të Allahut, a e kemi mri se vapin deregjen e njonit prej tyre? A e kemi mri deregjen e Ebu Bekrit? Kur njëherë. Pse? Se a i gjithë pasurinë e ka harxu dhe imanit I ka qenë shumë I lartë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, po që se të vendohet në varë, në peshore, imani e Ebu Bekrit në anë, imani mbarë muslimanëve në anën tjetër, imani e Ebu Bekrit dhe të randonte. Që çfarë imani ka pas? A mund të arrihet Ebu Bekri?
i cili është përmendur në Kur'an me emrin Sahib, shoku i pejgamberit. Është përmendur në Kur'an kur ai ka qëndruar në shpellë në mbrojtje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ai ka zonë me këmbën e tij një vrim të shpellës që të mos ta dëmton dhe një akrep, dhe një gjallës, dhe një gërsir, të mos e dëmton dhe një sek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj mund në gishtë të këmbës e ka kafshu akrebi, por e se ka lëviz këmbën, nga se pejgamberi kishë vendos kryet në prehnin e ti, në gjuhnin e ti. E pastaj ranë lotët në ftyrë, tha qka është kjo ja Ebu Bekër, tha pushoj ja Resulullah. E kur u zgju pejgamberi pastaj, e pyti ja Ebu Bekër, qka kërë ato pika uji që më ranë në ftyrë, tha ja Resulullah, u pas e ka qaj, u pas e ka derdhlo, tha ja Resulullah, më ranë ca pika lot presynin, tha pse, tha nga dhimbja që përjetova, se më ka fshën një akreb në gisht të këmbës, ku e vuna ta zon vendin, ta zon vrimën, mos dale diçka të dëmton ty. Tha pse nuk e largove këmbën ja Ebu Bekër, tha nuk desha ta prishi rahatin ti, nuk desha ta prishi qetësi, ka fniju vetë në vëllezër të dashur, nuk arrihet, po do të arrihet Omeri radiallahu anhu, Omeri, të cilit i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Omer, prej teje ikën shejtani, ty të lëshon rrugën shejtani, ikën. Shejtani s'ka mund të marrë mbrapa Omerit, ka ikë shejtani, prej Omerit radiallahu anhu, dhe meritat e Omerit nuk kanë të marruar. Pra Othmani radiallahu anhu arrihet, a mund të arrit dikush Othmanit, gradën e Othmanit, i cili ka kalu prej shirkut, nuk është linë muslimon, babën e nanës si ka pas muslimon, ka qenë mushrik, e qëto njani prej tyre ka qenë mushrik o vëllezër të dashur. As babën, as nanën, as gjyshin, as tërgjyshin, nuk i ka pas muslimon, por kur ka kalu në islam, është bo muslimon me plot kuptimin e fjalës. Othmani radiallahu anhu, për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, prej Othmanit turpënohen me laqet. Prej Othmanit turpënohen me laqet. Ka qenë duke mbejtur pejgamberi në mejlis të sahabëve, pak e kanë shumë këmbën ma lirë, e jashtë ngritur pak në tesha, e jashtë pa këmba deri në gjuhë, jashtë pa. Ka qiki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në gjuhë, ka hi Ebu Bekri, ka qëndru pejgamberit qashtu, ka hi Omeri, ka vazhdu, kur ka hi Othmani, e ka mbledh këmbën dhe e ka mbulu. I thanë, ja Rasulullah, hini Ebu Bekri, ti nuk u lëvritë, hini Omeri, ti në vend qëndrove. Pse kur hini Othmani e krehe këmbën dhe mbulove? Pse? Tha, e fela estahji min rëgjulin, te estahji minhu l'melaike, atë mos të prohemu, merdi mbarë, merdi turp nga Othmani, andaj e mbulova këmbën, se pre Othmani turpnohen edhe me latë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o vëllezër të dashur, ndajni këtë moral, shpërndajni këto fjalë, këto nuk janë të mia, nuk janë mia, nuk du fjalë të mia të shpërndajnë. Shpërndajnë do dhejnë e ashabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A e di që do me thonë me këtë vëllai dashur? A din rinia jonë, a din tri tonë, a din gjemati jonë, ta kuptojnë çka do me thonë kjo fjalë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mbëllu këmbën dhe e ka tërhekur këmbën. Pejgamberi nga Othmani, asot djalli jonë nuk e mbledh këmbën, as e mbulon këmbën prej babës vetë. Pejgamberi ka mbëllu gjuhnin, ka mbëllu këmbën, por pejgamber është turpënon nga Othmani. E pia jonë nuk tërpënohet as prej babës, as prej vllavët, as prej mingjes, mos flasim prej halkive, Zotin arri, ti duket gjuhni, ti duket këmba, e të rishtrim në xhami, e ti shtrish këmbët nga kibje, o vëllezër të dashur, selefu salih, vallahi këto janë të vërteta, merrni, nuk janë të mia dhe nuk thamë për vete. Selefu salih, vallahi nuk i kanë shtri këmbët ka shtëpia e Hoxhës. Këmbët nuk i kanë shtri ka shtëpia e Hoxhës. Edhe ka kible, nuk shtrihen këmbët ka kible, nuk shtrihen këmbët në xhami, ka kible, nuk i kthe shpina kibles. Ka shtëpia Hoxhës nuk i kanë shtri këmbët, mbarë, as i ka pa Hoxhës. Hoxha s'ka qenë prezent,
por ai ka marrë dije prej tij dhe e ka respektu dhe ka thonë nuk I kthej këmbët ande se ande hoxha e ka shtëpi. Jo tash ka shtëpia e hoxhës, por para hoxhës shtrihet në kokër shtëpinës dhe hiq si vinbar. Edhe ne duam të jemi musliman të mirë, a kështu terbi, o vëllezër të dashur, terbije. Shumë fjale ëmbël, shumë fjale bukur, terbije, jo për filanin, jo për falanin, për dijen, për ilmin, për veçillëkun e pejgamberit. Mësoni fëmijët e juaj se si duhet të sillen ndaj ulemave, si duhet të sillen ndaj prizve fetar. Mos I ngjojmë ato vicat, ato gaçkat, prallat që kanë shpikur, që futet e të krishterët kundra ulemave, se kur do ta humbi biri nderin ndaj hoxhës, atëherë nuk ja merr fjalën, e si mos e marrë fjalën e dinit prej hoxhës, prej kujt ta marrë vëllai dashur? Prej humoristave, prej kujt ta mësoje fen djali yt, bija yt, prej kujt ta mësoje nëse ai nuk e mëson prej hoxhës, nuk e mëson prej dietarit. Qash sa dinaj ne të mësoje vladit prej ati dhe ti duhet ta respektojsh dhe fjalën e dyta para e vladit për fen dhe udhëheqësit e fesë nuk ka nevojë të bisedojsh. Pse? Se pastaj ti ke e kërkush tjetër. E vladin e ke lënë delalet, o vëllezër të dashur. Pra, ato ashat të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët sa e kanë respektu, por edhe ai I ka respektu dhe nuk e ka shtri këmbën, por e ka mbledh këmbën nga Uthmani është të pru, se për Uthmanit turpënohen me latje. E pastaj Aliu radhiyallahu anhu, Aliu, të cilit I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Ali, ti për mua je sikur Haruni për Musa, zavendës, në punë, në ilëm, në dituri, ti je sikur Haruni për Musa. Musa pejgamber, Haruni zavendës I ti, derisa ka qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu e ka çmu Aliun radhiyallahu anhu. Dhe Aliu ka qenë prej familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur themi Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed, o Zot, falë, mëshiroj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij. Një prej familjes së tij është Aliu radhiyallahu anhu, të cilit ne I çojmë salavat. O vëllezër të dashur, tën khulafa ar-rashidin, tën sikur kanë qenë khulafa, që ashtu kanë qenë me merita. Pra numër 1 pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush ka qenë? Ebu Bekri radhiyallahu anhu, të cilin e ka lënë zavendës në xhami dhe I ka falë pejgamberit 17 kohë të namazit, duke qenë pejgamberi gjallë, por ka qenë I sëmur, s'ka mund me dalë iman, 17 vakte I ka falë Ebu Bekri, duke qenë pejgamberi gjallë sallallahu alaihi wasallam. E pastaj, për fatmirësinë e tij, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është bërë xhamat dhe një namaz e ka falë imam duke qenë Ebu Bekri. Ebu Bekri ka dalë imam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vonesë ka dalë, kur a shafron saf, Ebu Bekri ka desh t'ja lëshoj vendin, pejgamberi ka bërë me isharet vazhdo, dhe Ebu Bekri ka vazhdu namazin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lidh mrapa si xhamat I Ebu Bekri. A ka merit më të madhe mbas atij që është falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a pejgamberi ka qenë imam I krejt pejgamberëve, ju e dini, pejgamberi ka dalë në Mesjidul Aqsa, imam I pejgamberëve, ka ardhur Gjibrili e ka caktuar, mirë ne janë të bu shpirtat e pejgamberëve, të falin 2 rekat namaz në Mesjidul Aqsa, në pritje të pejgamberit, në selamllëk, në pritje të pejgamberit I kanë dalë shpirtrat, po duhet t'i falin 2 rekat namaz. E kush dalë imam? Hazreti Ademi, I pari njeri, Hazreti Nuhi që ka bërë davet 950 vjet, Hazreti Ibrahimi që ka deshta prese gjallin e vet, Hazreti Ismaili cili ka është pajtu të bëhet kurban, Hazreti Isa të cilin e ka ngritë Allahu Dhul Jalal, e cili do të bëhet imam për qëtine. Jo, del Gjibrili dhe I ban me shej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot, ti e ke vendin, ti e imam. Pejgamberi del imam I mbar pejgamberis, Ebu Bekri del imam I imamve të pejgamberit. Ebu Bekri imam I imamit të pejgamberit, imam I imamit të njerëzis. Ebu Bekri, vëllezër të dashur, pra, janë vlen që t'i themi disa fjalë, po jo vetëm të kallëzojmë, jo vetëm të flasim, e kur dalim prej xhamijet e thema, a çka tha bre hoxha, njëtë deri xhamis.
Jo, meri këta fjalë që të shpia, mas pari nguliti në zemrën tonë dhe o vëllezër, nguliti në zemër këto shpjegime, këto tregime të njerëzive të cilët Allah i ka lavdruar me Kur'an, i ka lavdruar ensarët dhe muhaxhirët, i ka lavdruar ata njerëz o vëllezër të dashur. Pra, jo vetëm këta, po të gjithë ashabët, të cilët shumë rande kanë përjetuar, shumë vështirë kanë përjetuar për hapjen e Islamit, jo kështu lehtë o vëllezër të dashur. Jo është lehtë me dalë me këndu Kur'an në xhami, rahate me mikrofone me zmadhus, e ti me pi cigare në borë, e nuk vin të ndjesh Kur'anin, na? A di me sa vështirësi është lexuar Kur'ani nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A di me sa vështirësi është mësuar Kur'ani në mënyrë sekrete në shtëpijat e ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A dini ju se për 13 vite të plota në Mekë, nga vujtjet, nga pengesat, nga barikadat që kanë pasur ashabët, që të mos përhapet Islami, mrenda 13 viteve, sa njerëz e pranuan Islamin në Mekë? 304. 13 vjet, 304 musliman. E në Medinë, a që ndryshoi ambienti, u liruan muslimanët, por një vjet e pranuan 300 familje. Ko 13 vjet, 304 musliman. Një vjet, 300 familje. Dhe mbas hijretit me njëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, numroni musliman ta di, sa jemi bo tash që jemi rahatu, i numron musliman, statistika e vërtet, 1500 musliman. 1500 musliman mbas hijretit. Me njëherë, mbas një viti, 1500 musliman. E sa la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas vetes, sa muslimani la kundroj jetë, sa milion, 1 miliard e gjysë, 2 miliard si kur sota, 2 miliard muslimon me Mesjidul Aksaja rrin jesir në dorën e shifut. Duhet me marrë leje prej policisë, prej punëve të mrenshme, muslimat me shku me falë gjumon tash në Ramazan në Mesjidul Aksa. Dhe një grua e ka marrë fëmijë, ka shku ta falë namazin, e kanë kthy prap se e ka marrë me vete djalin 12 vjeçar. Ja i mathësh, ki mund t'jesë terrorist. Pra, deri në moshën rinore deri 10 vjet. Kanë të drejtë meshkujt të hinë deri 10 vjet, e të vjetër në 70 vjetet e natë. Pra prej 10 vjetëve deri në 70 s'ka drejt mashkull me hinë xhami, vetëm me leje nga policia. Edhe gratë kthehen prej xhamijë. Edhe gratë kthehen prej Mesjidul Aksas, ku ka dalë imam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atje ka dalë imam pejgamberi, e ka shliru Hazreti Omeri, e ka shliru me vaj, me lot, i ka thonë, a edhe sot po qanja Emirul Mu'minin, ka thonë po qaj se do vi koha, ummeti Muhamedit, do t'i mbashtron dynjoja, prap dhe t'va marrën Mesjidul Aksa. Masi e kanë shliru, vëllezër të dashur. Pra, numrin mos e kemi pak jemi, jo, jemi shumë, jemi të pasur, jemi të fuqishëm, jemi të dishëm, por dobësia është mrenda. Dobësia është në iman të muslimanëve, vëllezër të dashur. Pra, jo vetëm këta khulefai rashidin, po më lejoni ta përmendim një ashab pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka pasur në Xhafer ibn Abi Talib, vllai Aliut radhiyallahu anhu, në luftën e motës, e pa të marrë flamurin në dorë, se ishte komandant, dhe armiku ja preu dorën i ra flamuri, bajraki i ra në dorë, e kapi me dorën e majtë, i ra tjetri jarzë dorën, i ra flamuri poshtë, e kapi me dhëmë, dhe e mban të flamurin në dorë me dhëmë të ti, sa është flamuri la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, zgudzon me ranë tonë, e pastaj e prejnë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Xhaferi fluturon në xhennet, pse janë pretu di durët, në vend të durve Allahu xhelali ka dhënë di fjet dhe fluturon në xhennet. Dhe e mori emrin Xhafer et-Tayyar, Xhaferi fluturues. A fluturon njëri? Plus do të preme, hajde me i pas durët mo, do shta të mundohet, me dur të preme, me dur të preme fluturon, e me dur pehili, me dur kopracije nuk fluturohet, as nuk përparohet. O a i ka qenë, bujar ka fliu 2 duart e ti, por ta mbrojt flamurën. A i tjetri, i verbet, Abdullah ibn Umi Mektumi radiallahu anhu, i verbet pasi, i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, tha du të vi në luft,
Tha, po ti nuk shef. Tha, do m'losh mu për para. Do më japish flamurin e unë do ta mba flamurin. Se me ja dhënë dënjani që shef, kur ta shof e sarmiku ka ardhë afer, po e lëshon vendi, e une se shof që ka në të bo, dë qëndroj njërë të mbrasë. Dë qëndroj une, se me ja dhënë dënjanit me sy, a dhe mbaj flamurin. Kur dhe shof shpatën, po ikën e këthen shpinën, e muslimani se këthen shpinën, po unë, jo se lavdram se jam trim, ja Rasulullah, po unë nuk e shoh, dheri sa të vijet të mbere shpatë, unë dhe mbaj flamurin. Flijim, vëllezër të dashur, sa i thonë flijim për din të Allahu të Xhelal. A vetëm këto, edhe shumë, nuk premton koha, vëllezër të dashur, nuk premton koha të përmendin këta njerëz. Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu, ra shahid, e bon gjenazë, e vunë në vendin e caktuar, pastaj erdhen me laqet. Erdhen me laqet të marrin pjesë në vorrim. Gjemat me laqet. Sa me laqet? Me laqet që s'kishin ardhë në ftyrën e tokës kur njëherë, për herë parë kanë zbritur prej nalë, kanë marrë pjesë në vorrimin e Sa'd bin Mu'adhit 70.000 me laqet. 70.000 me laqet, Allahu të Xhelal urdhon, me laqet e mia, shkoni bëhni gjemat, merë një pjesë në vorrim të Sa'd ibn Mu'adhit. A me kaq? Jo, ihtezzel arshu. Arshi Allahu Dhul Xhelal është lëvrit, ka lujt prej vendi, kur ka vdek Sa'd ibn Mu'adhit. Vëllezër të dashur, ato nuk kanë pas lidhje me ambasadorët e Evropës, as me të kombeve të bashkume, por këto lidhje ne kanë pas në Arshi Allah. Këtine nuk i kanë ardhur në vorrim, kryetari Amerikës, i Rusisë, i Ukrajinës, i ati. Jo, këti një kanë ardhë në vorrim me laqet, atë pas të fatë të deleguar për Allahu Dhul Xhelal. A tjetrin e lajnë me laqet, këti i vinë në vorrim, a tjetrin e lajnë. Handale, radiallahu anhu, mbetet shahid, e bën gjenazën gati, thënë ja Rasulallah, nga trupi Handales po bjen ujë. Po, a ka qitu i dikush? Jo, ja Rasulallah, po nësë qesim ujë, e shahid. Nuk lahet gjenazë e shahidit, nuk lahet. Pse? Se hajtë të dale para Allahu Dhul Xhelal, qashtu si ka ndruje, i gjakosëm, gjaku i shahidit, në ditë mahsherit, do të ketë erë parfimit, do të knaqe njërzit nga era e gjakut të shahidit. Parfim gjenetit, do bëhet gjaku. Andaj shahidi nuk lahet, por der i parfimosën me gjakun e ti, e po uji që po rreth, po kullon uja Rasulullah, kur shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me vërtet kullon uj prej trupit. Atëhere Gjibrili vjen, thotë ja Rasulullah, mos u habit, se kemi qu me laqe e kanë lajt gjenazën e ti. E kanë lajt me laqe, po valla e kanë paslu, e kanë lajt. Kur kthehet të shtëpia të Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çon sagrata pyesën bashkëshorten, gruan e Handales, si ka qenë situata e ti, tha, aj ka qenë dhondriri. Handale, veç sa është martuar, tha, po kur e kanë dëgju zonin, haja alel gjihad, është ngrit me njëherë, dhe mo nuk është këthi të shpija, nuk është këthi edhe njëherë për shëndetit. Të mare halalër, ta pyse, a ban me shku, a s'ban me shku, po ku po shkona, pak ka tjera, a bash ty nona, sa të kur martua, a bash ti dhondriria, nuk u këthimo, dorë nga shtëpia, dhe su këthimo në shtëpi, por shkojnë në gjennet. Dhe ja lajnë gjenazën me laqë, ja lajtë në gjenazën, se nuk pati kohë të mërë kusë, o vëzër të dashë. Këto e pra, disa prej tyre, vlerë ti përmeni, Abdullah bin Mesudi radiallahu anhu, i cili ka dalë ka lexu Kur'an Suratul Rahman, e keni dëgjuar sa herë, Suratul Rahman ka dalë ka qenë shumë i dobët fizikisht, Abdullah bin Mesudi radiallahu anhu, shumë i dobët ka qenë fizikisht. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush del e lexon Suratul Rahman hatta zi para çavës. Tha unë ja Rasulullah, tha rriti. I dobët ka qenë Abdullah bin Mesudi. Ja, e keni dini që të njerëz që nuk rriten, që mbesin të vegjen edhe të dobët, që ashtu ka qenë, s'ka qenë njëri rëndobët, Abdullah bin Mesudi. S'është rritur normal. Ka dalë ta lexon Suratul Rahman, e ka hongër qitekin, po se ka ndalë leximi. Ai e ka hongër qitekin, po se ka ndalë leximi. Ndërsa ne se ne shihim cigare, se ne lëmë muhabetin. Kur lexohet Kur'an,
Pra, Abdullah ibn Mesudi aq i dobët, por një ditë hipi në një trup të hurmës, të ngasit disa kokra hurma të zgjidhje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por duke hipur në drum e pa disa shokë tjerë, e disa të ri, e pa u keshën nga Abdullah ibn Mesudi, nga se këmba e tij ishte më e hollë se krahu i fëmijë, me vërtet, ka qenë shumë i dobët fizikisht, por imanin e ka pas më të rëndë se trupi jemi. Imanin e ka pas më të rëndë se kretë ne, edhe më, sa të gjithë neve ka pas imanin të rëndë, sa të gjithë ne kretë, e disa e ka pas të rëndë trupi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, ju habiteni me këmbën e Abdullah ibn Mesudit, por vallahi, këmba Abdullah ibn Mesudit është më e rëndë te Allahu se kodra e Uhudit. Te Allahu dhul xhelal është më e rëndë se kodra e Uhudit. Nga se njeri nuk matet si kafshët gjimomera një një pasat. Matet me dinin, me imanin e ti matet burë, dhe se të da. Pra, Abdullah ibn Mesudi është, a i cili e paska këmbën më të rëndë se kodra e Uhudit. Abdullah ibn Mesudi tha në një rast, si kur ti isha une në va, subhanallah, e vërosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ashab, në luftën e Tebukit, Abdullah ibn Mesudi thot ngrita, shof pejgamberin nuk ashtë në vend. Natën duke pushu, shof Ebu Bekrin sosh, shof Omerin, thash subhanallah, çka bo me këta? Tha ngrita ti kërkoj, çka bo me këta? Çka ndodhi? Mos ndodhi diçka. Kur i pashta, kishin qenë një varë dhe e varos një Ebul Bedjadej, një ashab i cili ka ndrujit e kishte emrin Ebul Bedjadej. Tha e varoshin, u afrova te vori, ju ndihmova, e varosën, pastaj kur dul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili lëshoi me dorën e vet të bekuar në varr, këtë sahabit të nderuar, thot kur dul pejgamberi prej vori, tha, o vllai dashur, ta dish se un jam i kënaqur në ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jam i kënaqur në ty dhe Allah më është razi në ty. Kur ndif Abdullah ibn Mesudi tha, ti shakonu në vore. Ti shakonu në vore, thotë pejgamberi jam i kënaqur në ty. A di sa kushton? A di sa kushton me kon pejgamberi i kënaqur në ty? A di sa kushton me qenë Allah i kënaqur në ty? Aq kushton që tha Abdullah ibn Mesudi, ti shakonu. Ti shakonu në ifti. Ti shakonu në vore. E të më thonë dhe pejgamberi, unë dhe Allahu jemi rasimët. Dhe se të dash, a i tjetëri, Abdullah bin Ansi, radiallahu anhu, një sahabi i ri, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për një mushrik, Khalid el-Hudhalije, kishte pregadit një ushtri, do shte ta sulmon Medinën. Sa pa të shku muslimat, edhe ma të lodhën, a i kishte pregadit një ushtri, të fort, ta sulmon Medinën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tuboi ashabët dhe tha, a ka dikush për juve që del në dy luftim me atë mushrik, me atë kokë fort? A ka dikush që del në dy luftim? U ngrit Abdullah bin Ansi radiallahu anhu, tha unë ja Rasulallah, tha Allahu të ndihmoft. Shkoj doli në dy luftim, ja rëzoj kryet për toke mushrikut dhe erte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe zakon ishte se në dy luftim, kush humbën, kthen prap. E rëzoj për toke, ja preu kryet ti zullumqari dhe ushtria u shpërndan dhe shpëtoj Medinja, shpëtoj musliman, me një njeri, me një gjallëtri. Kur erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulallah, e kryva emaneti. Tha e kryva emaneti. Ti pra e kitë garantum gjennet. Ma jenë ti kuanin heva. A nuk fillit prej këndit vetë, por a jetë tim se Allahu dhul xhelal ka që Gjibrini dhe ka thonë e pimish dhe me gjennet. Tha, me se kryte emanetin, ti e fitove gjennetin. Qka tha? Ja Rasulallah tha, dhe një shenjë, me të një alamet, me të një argument, të bindem, të rira hanë, fjalla i të është e vërtet, ama kur dam ditë kiametit ta kem një alamet, se jam gjennetli, ta din me la që ta gjetu, se jam gjennetli. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mere shkët shkopin tim. Ja dha shkopin, tha, mbahu me to, aje mban të vlezër të dashur, nuk e lëshon të prej dore, dhe ishte krenar, se aje mban të shkopin e pejgamberit në dorë, aje nuk mban të flamurin e partijës. Ja, a nuk shkote në miting, a nuk shkote të shahët me vlazit e vetë,
Por ai ishte krenar se shkopin e pejgamberit e mbarë në dorë dhe nuk e lëshonte. Por çka është më interesant? La vasijet familjes ta, kur të vdes, shkopin me mu ta shtini në vorë. Shkopin ta lini në vorë me mu. Edhe e lanë shkopin me në vorë. Ishte i knaqur i disponum që në vorë e ka afer shkopin të cilin e ka mbajt pejgamberit. Nuk thatë ma nëni një kasetofon ati. Nuk thatë kur të valzoni një kongë edhe për mu, se unë vdesa ma shikë, kur të bani darësëm një urim, në lëshoni edhe mu. Jo, tha, lëshoni shkopin ati dhe jam i rahatum se, elhamdulillah, e kam shkopin e pejgamberit. Po, dhe se të dashë, po, vallahi. Druni kalbet në toka, po, shkopi ishtë prej druni. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Abdullah bin Ansi, kur të ngrihet në ditë kiametit, shkopin të cilin ja kom dhonë unë dhe tjese i pa kalmë. As shkopin nuk dhe të kalmë, toka se hanë, shkopin të cilin e ka mbajt ajë, ndorë. Edhe kur dhe të ngrihet me shkopin ndorë, edhe kur dale në mahsher me shkopin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një tjetër e pat lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta ketë mysafir në shtëpi dhe shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kishte një gotë, një safë, të cilën e kishte ble special për t'i dhonë ujë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe e ushtoj, ne i thëmi ushtoj teshen e reja, e ushtoj së pari që pre asaj të pinë ujë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj e runte, kur u mërzite, kur u smufte, kur kishte problem, e mirë ke ato safën, pike ujë dhe u qetësofë. Se me ketë ka pi ujë pejgamberit. Dhe kur i vinte dhe një dashamir i ranë, jo çdo kush, kur i vinte dhe një dashamir i ranë, i jep ke ujë me atë safë. Në thotë e këtë ujë për vete, ama që ty dhe ta pëtadish, me këtë safë, me këtë gotë ka pi ujë pejgamberit. Sajgi e marë, sajgi matë madhe nuk kishte, se sa me i dhonë ujë me gotën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një djalosh i ri, ishte në mexhlis me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me sahabe. U ngrit njënit që se ujë, filloj me rend të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga pejgamberit ishte djali i ri, si i dashte shumë të ri. Nga pejgamberit ishte djali i ri, dushte ta çon me rend. I tha djaloshit, ai që çit të ujë, a ti jap shti tjetrit se është ma plak, tha ja. Se kur piu ujë pejgamberit, e la, nuk e piu krejt. E di pse? Se sahabët kishin qif të pinë atu që ka kalon pejgamberi. Kishin qif të pinë atu që ka kalon pejgamberi. Kishin qif të pinë atu në atë enë që ka pi pejgamberi. Kishin qif të prekin atë teshë të cilën e ka vesh pejgamberi. Atë shkop të cilën është mbajt pejgamberi. Dhe se të dashë, po pejgamberi piu ujë, po ishte gota më madhe, nuk e piu krejt. Deshi ta kaloj rendin, ai shërbetori që jep ke ujë, i tha djaloshit, a bon tha t'jap që ti matë vjetrit? Tha jo, nuk ja la rendin e ujit që ka pi pejgamberi edhe babi im me që. Unë du t'a pija që ka la pejgamberi. Vallahi me rend, mund t'akon. Tish diçka tjetër, ja kisha la. Ama ujit që ka la pejgamberi, si apë që të unë du t'a pija. Shif shar bindje, që ka do të thotë, bindje dashurien ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër të dashur. Pra, ashabët e pejgamberit, ato janë shumë, meritat e tyre nuk kanë fund. Po për fund ta them, një fukara, një musliman fukara me emrin Bishr radiallahu anhu, kur të bu ushtria për xhihad, ai nuk kishte shpatë. Shpatë nuk kishte. Në shumë raste kanë qajt ashabët, se s'kan pas shpatë, s'kan pas kallë, s'kan pas deve. Kanë qajt se s'kan mund të shkojnë në luftë. Ai qitri ka qajt ai riu, të cilin nona e kishtë vetë një ndjarë. I tha shko me nonë, shko hinë reshtë atje, ndoshta nuk të shef, ndoshta nuk të heton pejgamberi. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke rrëdhitur safët e pa, tha ti je shumë i ri, ai shko të shtëpia. Kur shko të shtëpia, nona shumë u mërzi. Qysh, ma kthej djalin pejgamberit? A në shëtitje shkoni? Ku shkoni valla? Në Bregdeta, në ekskurziona, në shëtitje të maturësa, jo në luft. Por nona qajti, tha, s'pës këm pas fat që edhe djali im të merë pjesë në luft me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha hes biro këndi, gjëti një par nalë të trumbi të nalëta. Tha shti komë që tu, tha, edhe mos të qof pejgamberi, hinë ndë në tonë, hinë në reshtë atje.
hini djaloshi pejgamberit bëjnë një vështrim, nuk u hetu gjali, barabar me tjerë, aman hipët nana. Po, rrit, me njëherë rrit, e rriti nana gjali, me njëherë për luft. E nuk thashtë i vogël, i ri, hala, s'ka qere, veshune, bashun që i kam vesh njëha, kete këni gjeka. Jo, dhe dosh. Shkoj djaloshi. E ai tjetri, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i radhit të Safa, e njëri e kishte emrin Sawad. I ra me misfak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bate një misfak të gabë. Edhe ai kishte dalë pak përpara, pejgamberi shtini me misfak. Tha, shkon vend. Tha, ja Rasulullah, më vrave ja Rasulullah. Subhanallah. Tha, merr misfakin, bjerëm si të komra. Komandanti suprem, me një ushtar të thjesht. Do në shkoj me hak të huj. Tha, bjerëm si të komra. Tha, ja Rasulullah, tha, unë shumë hodh, tha, ti je veshet pak matrash. E hoqi peshen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, mere haku, u afru. E dini çka bani? E puthi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjiks. E puthi çati ku i ra, ku e shtini, e puthi. I tha, pse bone këtë? Tha, di pse? Më duket se do të mes shahid. Po dosha që trupi im për fund të takohet me trupin e pejgamberit. E të më shpëton Allahu prej xhenemit. Trupi im të takohet me trupin e pejgamberit. Të puthi trupin e pejgamberit. Ta përqafoj pejgamberin, edhe kjo tjese fundi që trupi im u ka taku me trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ra shahid. Subhanallah. Ai tjetri bishi s'kishte për të ble shpat. A dini çka bën? E kishte një qarshaf. Një qarshaf e kishte nda për gjysë. Në gjysën e shkronte për fund, e me gjysën më mbulorte. E mori qarshafin, hemat për fundi, hemat që është mbulu, i qiti në tregi shiti, e bleti një shpat dhe shkoj me luft. Dhe mbet shihit. Vëzër të dashur. Këto njerëz nuk kanë zdri prej qiellit, po këto çka e thomune, shumë keq, më vjen halli im, të flas për ato njerëz të mëdhej, astaghfirullah, kërkoj falje o Zot. Kërkoj falje se unë jam shumë i dobët, shumë fukara, shumë i padijshëm, që unë të mundohem të përshkruaj ata njerëz të mëdhej, unë të mundohem të përshkruaj. Po me dobësitë tona, inshallah Allahu na i falen, në jetën e kemi të pastër. Duke fillu prej mu, vallahi, me një jetë të pastër, jam të folë për ata njerëz të pastër, por kam bindjen se edhe ju shpirtnisht jetoni me ashabët e pejgamberit, inshallah Allahu në xhennet na bashkë. Vëllezër të dashur, këto janë ata njerëz të cilët meritojnë të përmendim, që përmendim fëmijëve tanë, se nga këto lind burnia, nga historia e këtij lind burnia. Këto duhet të mësojmë fëmijëve tonë, po për fat të keq o vëllezër të dashur, se fëmijëve tonë ju mësohet Skenderbeu, ju mësohet Miqeli, ju mësohet Fannoni, Pjetër Bogdani, Zoti na ruaj, e shoqata tona me emra të katolike, me emra të krishterëve, sikur nuk ka tjetër, një shoqat Nën Terezë, një institut shkencor Pjetër Bogdani, një tjetër Skenderbeu. Subhanallah, ju vin tut muslimanëve tonë, një institucioni t'jalon emrin Omer ibn al-Khattab. Ju vin tut, bare ju vin. Pra ata, e di pse ju vin tut, se nuk kanë tut. A di pse turpnohen, se s'kanë bare. O, vëllezër të dashur, na shpresojmë që rinia jonë, bijtë ju, këta të cilët duhet të përmendim të njerëz, këta t'i dojnë dhe këta t'i emitojnë dhe emrat e tyre t'i përsërisim në familjet tona, vëllezër të dashur. Se shpëtimi është vetëm në këtë rrugë, vetëm në rrugën e Allahut të pejgamberit dhe të sahabëve. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alayha bin nawajid. Ta mbani rrugën time dhe të sahabëve, të khulafa ar-rashidin. Shtrëngoni fort me thamball, shtrëngohuni në rrugën e tyre, se mund të devijoni, siç kanë deviju shumë njerëz, kanë devijuar vëllezër të dashur. Ata që krenohen me Nën Terezë, ata që krenohen me Skenderbeu, ata që krenohen me Pjetër Bogdan, ata që djalit vet ja kanë lënë emrin Migjen mor ja kanë lënë emrin. O djalë, si e ke emrin Migjen? I kujt je i filani? O zotri, a nuk vin baba, a nuk vin gjuna? Po e di kush ka qenë Migjeni? Shkrimtar hoç ka qenë. Po mar shkrimtar, po ka qenë qufar. Po, a e ka emrin Miloš Gjergj Nikola. E ke shtinë shpinë, sofë. E ke marrë në qafë vladin. O vëllezër të dashur, kjo mashtrim, kjo vetë mashtrim nga padia, nga ignorancia, që ne kanë mashtruar të huaj.
duke qenë jo të vetëdijshëm në dinin e Allahut xhelal, por nuk i humbim shpresën. Na kemi shpresën, ndoshta jeni pak. Ata që dëgjojnë këtë fjalë di se janë pak. Ata që shikojnë televizionin e di se janë shumë. A gjën televizion nuk janë këto fjalë. Në televizion ka fjalë kundra këtij. Por ashabët e pejgamberit pak kanë qenë, por gjithmonë kanë fituar. Ju pak jeni në krahasim me ato ndellakëçit, po inshallah Islami me ju ka me fitu. Inshallah Islami me ju dhe me bitë ju dhe me generatat e ardhshme, inshallah ka me fitu, se Islamin e ka marrë në mbrojtje Allahu xhelal. Faklume janë ata të cilët punojnë për Islam, mirë për ata të cilët nuk kujdesen për këtë din. Lutim Allahu xhelal, pasi kemi lind musliman të jetojnë si musliman. Evladin ton Allahu xhelal kam të tyre të shtërëdor në këtë din dhe t'i banë të qëndrushëm në këtë fejë. Lusim Allahu xhelal, neve dhe familjet tona dhe të mbarë muslimane. Për hirë të tine ditave të mëdha, Allahu xhelal të shpëton nga çdo telashe, nga çdo vështirësi e kësaj bote dhe nga vështirësitë e ahiretit, të na shpëton nga azabi i xhenemit, të na bën nasib xhennetul firdausi, ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Një vendishenjt po thërrend, musliman kunda kam bend, që sa kohë më kanë lënë vend, ku është imani vërtet, që sa kohë më kanë lënë vend, ku është imani vërtet. Aksa në zemër të mbaj, aksa për ty me lënë qaj, aksa në zemër të mbaj, aksa për ty unë po qaj. Ka hun është fal Muhammedi, kible par e këti ummetim, të unë kathir e zan Bilali, por tash mbeta ved vaj halim. Të unë kathir e zan Bilali, por tash mbeta ved vaj halim. Aksa në zemër të mbaj, aksa për ty me lënë qaj, aksa në zemër të mbaj, aksa për ty unë po qaj. Kur mua më ka pëllojt merisht e gjall atëher o merim, e kur më mbuloj turpi, më shpëtoj Salah Ejubim, e kur më mbuloj